Partia Demokratike e Shqipërisë ka zyrtarizuar se në garën për kreun e partisë në 23 maj do të ketë vetëm një kandidat, Sali Berisha, duke e kthyer procesin në një rikonfirmim të liderit historik të forcës më të madhe opozitare në vend. Vendimi është marrë nga Komisioni Zgjedhor i partisë, i cili ka skualifikuar kandidaturën e Mereme Selës dhe Vladimir Mulajt me argumentin se nuk plotësojnë kriteret e përcaktuara për profil politik dhe publik. Ndërkohë, kandidatura e Ervin Salianit dhe Evi Kokalarit dhe Alesia Valliut nuk janë marrë në shqyrtim, pasi sipas partisë nuk kanë statusin e antarësisë në këtë forcë politike. Si rrjedhoi procesi zgjedhor i 23 majit, pritet të shërbejë si një vot besimi për Sali Berishën, i cili do të kërkojë mbështetjen e delegatëve për një mandat të ri 4 vjeçar në krye të partisë. Pas përfundimit të zgjedhjeve me 30 maj, pritet të mblidhet Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike, ku do të miratohet ndryshimet statutore dhe do të zgjidhet strukturat e reja drejtuese, përfshirë edhe Këshillin Kombëtar. Paralelisht, një grup pune i drejtuar nga Gazmend Bardhi po diskuton ndryshimet në status, të cilat sipas burimeve nuk pritet të prekin rolin e kryetarit, por më shumë organizimin e brendshëm të partisë dhe funksionimin e strukturave. Procesi i brendshëm zgjedhor pritet të përmbyllet në mes të qershorit, kur Berisha do të ketë mundësinë të formojë ekipin drejtues që do të udhëheqë opozitën në sfidat elektorale të ardhshme, përfshirë zgjedhjet lokale dhe ato parlamentare.